Si është të jetosh me njerëzit çdo ditë? Unë nuk I shoh, I ndjej. Ku shpirtrat flen, ata flasin me mua. Kam qenë aty, kur është ndarë buka në kuzhinë, ku ka pasur buzëqeshje pa arsye në dhomën e ndenjës. Edhe kur një vajzë ka fshirë lotot pa zënë në mesnat. Apo kur trupat janë dashuruar pafundësisht. Ti I ndjen të gjitha? Ndjej mëngjesin. Ndjej zërat që mbushin shtëpinë. Kur dikush hap valixhen për një udhëtim të ri. Kur dikush gatuan për herë të parë me dashuri. Edhe kur nuk jam aty, jam pjesë e gjithçkaje. Çfarë do të thoshe nëse do të dëgjonin vërtet? Do të thoja faleminderit që më besuan jetën e tyre, çdo natë, çdo ditë. Sepse unë nuk jam thjesht vendi ku flen. Jam vendi ku ndalen, marrin frymë dhe ndihen gjallë. Unë jam aty. Komodita Home, 11 vite që fle me ju.